Brooklyn Bridge, një nga urat më të bukura këtu në New York, e cila lidh Manhattanin me Brooklyn. Është një urë e cila është ndërtuar në 1883. Ndërtimi i kësaj ure ka zgjatur rreth 14 vjet. Është përbërë prej çeliku dhe guri. Dhe është një urë simbol i zhvillimit dhe teknologjisë së ndërtimit këtu në Amerikë. Gjatësia është 1.8 kilometra dhe përveç rëndësisë së saj që ka për transportin e mallrave, transportin publik, është e rëndësishme edhe si urë për turizmin, ku shumë njerëz vinë për gjatë ditës, mbrëmjes, por edhe natës, të cilët shëtisin dhe bëjnë foto apo video këtu mbi urë. Ka një pamje shumë të bukur, sidomos në mbrëmje, pavarësisht se unë tani jam në një orar disi të vonë, duke qenë se kam bërë një video shumë të bukur, por për gjatë gjithë ditës këtu është disi e vështirë edhe për të kaluar, sepse ka shumë vizitorë, ka shumë turistë që vinë këtu në New York, dhe përveç atraksioneve të shumta që ka New Yorku, patjetër që vinë edhe tek Brooklyn Bridge. Pamja që t'jep në mbrëmje është me të vërtet shumë e bukur, sidomos tek zona e Manhattanit, e cila shkëlqen me dritat që kanë ndërtesat. Ju përshëndes nga Brooklyn Bridge nga New York.